Përkeqësohet gjendja shëndetësore 3 grevistëve në Marins. Në ditën e 9 të grevës së urisë pa afat, 3 grevistët Dorian Dylmishi, Dritan Rapushi dhe Eduard Selami kanë shfaqur probleme me luhatje të tensionit dhe kanë marrë trajtim mjekësor me injeksione. Ndërsa Eduard Selami në gjendje më të rënduar është transportuar drejt Spitalit Rajonal Fier për ndihmë të specializuar. Kreu i sindikatës Dritan Shahu tha se pavarësisht situatës së krijuar, greva do të vazhdojë. Në fushën naftëmbajtëse pas ditën e djeshme kanë rënë edhe sirenat e alarmit, ka thënë Shahu, çka tregon praninë e avarive. Vendburimi i naftës po shkon drejt kolapsit, ndërsa kompania vijon me papërgjegjshmëri të mos marrë në konsiderat kërkesat e drejta të punonjësve, ka thënë Shahu. Sot erdhi ambulanca, 3 prej djemve kanë shfaqur probleme shëndetësore, madje njëri prej tyre është transmetuar për në spital për një trajtim më të specializuar. Situata duket e rënduar, punonjësit janë të lodhur, të stresuar, strapacuar, në ankth presin me padurim një zgjidhje. Duhet marrë zgjidhje me njëherë, sepse këtu gjendja shëndetësore e punonjësve po shkon në kolaps. Gjithashtu dje, nëse keni vënë re, kanë rënë sirenat e alarmit, ku ka treguar që dhe vendburimi po pson defekte, probleme, shqetësime, operacionet mund të shkojnë drejt kolapsit. Do të dhënë një zgjidhje me njëherë. Duhet treguar përgjegjshmëri nga kompania dhe nga institucionet për t'i dhënë zgjidhje situatës. Ndryshe ne nuk dorëzohemi të vazhdojmë këtu deri në fund, derisa nuk e di çfarë mund ndodh. Bankës ka reaguar sërish duke mbetur tek të njëjtat oferta. Po, vazhdon me të njëjtën ofertë për trajtimin, vetëm rritjen e trajtimit ushqimor, gjë që është e pamjaftueshme për të zgjidhur problemet që ne kemi kërkuar. Jemi këtu për paga dinjitoze, paga të drejta, për pagat e ulta, madje në një deklaratë që kompania kishte bërë për institucionet shtetërore kur kërkonte ndërmjetësim, e quante diskriminuese kërkesën tonë që kërkojmë rritjen e pagave të ulta. Po pse, çfarë kërkojmë ne? Të rrisim pagat që janë nga 10.000, 20.000 apo 100.000 euro? Jo, kërkojmë pagat e këtyre njerëzve që janë në fushë, këtyre që marrin 600, 700, 800, 900 apo edhe pak më shumë. Këta njerëz që nxjerrin naftën, që punojnë aty në 24 orë në temperatura ekstreme të larta, në temperatura ekstreme të ulta, në shi, në borë, në breshër, pa ndalim, natën, ditën, këta duhet trajtohen me dinjitetin që takon. Mos të kenë diferenca kaq ekstreme të pagave. Pagat duhet të krijohet një standard për këtë industri, një standard për naftëtarët. Ne nuk do dorëzohemi pavarësisht kostove që po marrin këta njerëz, po rrezikojnë jetën. Shëndeti atyre pak punonjësve që janë në punë po rrezikohet, e madje edhe vetë funksionimi i vendburimit ka theksuar kreu i sindikatës, pasi ka paralajmëruar për shkallëzim të mëtejshëm të grevës deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Çfarë do lloj gjëje që nuk zgjidh këtë gjë, ne do mendojmë të gjitha llojet e skrenarëve për të marrë atë që na takon, për të marrë të drejtën. Kërkojmë të drejtë, kërkojmë zgjidhje të menjëhershme të situatës, kërkojmë përgjegjshmëri nga kompania. Të mos marrë djem nga nënkontraktorët, të fusim me orë të zgjatura pune, apo ata pak djem që janë në punë, me intimidime të forma të ndryshme, me mesazhe që ne kemi bërë dhe screenshot që hajde në punë, paraqitu të zyra ime, ose ndryshe do të vetë mungesa do ikësh nga puna. Greva është e ligjshme, kush bën presione të tilla, duhet paraqitet përpara ligjit. Kemi bërë kërkesën e inspektoratit të marrë masa për këtë lloj situatash. Nga ana tjetër, kompania Bankers Petroleum vijon me të njëjtat deklarata që nuk ofrojnë asnjë zgjidhje për grevistët.